Na do të kuptu, institucionet gjyqësore dhe dënimet nuk janë me qëllimin me patjetër me implementu një vujtje të personit që ka kryer një vepër kriminale. Qëllimi final, besoj që do të jetë i çdo institucioni ligjor në farforme, mundësia ose kapaciteti me riaftësu, me reintegru, me risocializu personin që ka bërë një vepër kriminale, me risocializu për shoqërinë, pra për një funksionim realisht normal prapë në shoqëri, dhe ne e njohim këtë pjesën e recidivizmit, kthimit të rasteve në farforme të personat që janë liruar, megjithatë one dhe të tjerët besoj që jemi dëshmitarë edhe për këtë pjesën tjetër që shumë persona të cilët gjenden të lirë dhe që vazhdojnë të kryejnë vepra penale, kanë një numër të lartë të rasteve të cilat nuk i kanë trajtuar realisht sistemet e gjyqësisë, mund të jem gabim, e kuptoj, prandaj edhe kemi kolegën këtu të na përmirësoj nëse ne kemi ndonjë fallë informate ose ndonjë fallë gjykimi vetëm me të thëna të përditshmërisë së të medjave momentale, pra njohim që ka shumë persona që vazhdojnë të kryejnë krime dhe të cilët kanë një numër 70, 80, 60, 50 të lëndëve paraprake të patrajtuara realisht në për sistemin e gjyqësisë. Prandaj mendoj që është një temë komplekse, por pajtohem plotësisht që do ta shohim si një dinamike përgjithshme që buron prej shtëpisë atje, që buron prej shkollës atje, që buron prej çdo qytetari, prej çdo medje, prej çdo politikani, prej çdo mënyre të qasjes në atë debatin e përgjithshëm kolektiv dhe publik.